Shpresoj që asnjëri nga ju të mos çohet i inatosur në mes të darkës që do shijojmë sot, po të dy jeni tipa që në mediumet dhe në tavolinat televizive vjen një moment që acaroheni dhe shpërtheni. Ky është perceptim shumë i gabuar. Jo, le të flasi avokati se s'u kanë pres fare. Kemi ardhur për relax, nuk kemi ardhur për... Jo vetëm ajo, po çiko, çuarja nga tavolina, unë kam bërë re, edhe tek juve kam bërë re. Këtu të ndërpresin fjalën, shpërblen. Këtu të çosh nga tavolina nuk është më zgjedhja jonë. Është zgjedhja e një pranie të bezdisshme që të shkatron jo vetëm bisedën, nervat, edhe self-estimation, domethënë të vret edhe vlerësimin për veten tënde. Nuk ka më arsye të rishti kur s'ka një lloj marrëdhënie dhe dëshirë për ta shpenzuar këtë gjë. Kjo është gjë qefi, kupton? Kështu që Ja, unë e bëra si... Jo, desha me ta bëj këtë se është perceptimi i gabuar ky. Të çosh nga tavolinë është kurajo, sepse ne jemi njerëz që respektojmë debatin. Po të çosh nga tavolinë është thjesht një deklaratë për të refuzuar vulgaritetin. Kaq gjë. Unë e di dhe nuk është perceptimi im, po është perceptimi i atyre që her pas here u komentojnë në rrjetet sociale, edhe nuk është diçka e keqe, kam përshtypjen që rebelizmi juaj është shumë i bukur. Nuk ka kontekst në bisedat në debatet shqiptare. E di, nuk debat ka një shqiptare poshtë. ti ke për shumë avokatin dhe mund të kesh një person tjetër që s'ka asnjë eksperiencë në vet, s'ka iden për çfarë flet, edhe do të barazohet, edhe domethënë jo vetëm që të barazohet, po ofendohet, po ta ndërpresësh. Edhe në debatet që kam qenë dhe ka pas mendim dhe ka pas argument për të fol, kam qenë shumë i kënaqur një herë. E ke shijuar? Kam shijuar, kam fol me zemër dhe domethënë s'fus pasionin. Pasioni janë saqe ku ti nuk e lejon tjetrin të shprehet, e ke ftuar dhe nuk e lejon të shprehet. Ose ja ke prish pranin, si thosh, duke se shpesh më ka ndodhur që kam pas përpara një prostitut për shemb. Vjen shumë keq. Unë nuk mund të them, po ka ndodhur. Ja kam thënë njërit. Ose eskort. Kjo mbase e mbamend. Ja kam thënë njërit në debatën. I njohuri. Duhet të kesh parasysh një gjë, i thash. Duhet të kesh respekt për disnivelin e mendjes. E kam parë. Po. Edhe ka qenë moment briljant. Po. Ja, e di mesin, mos sa them. S'ka nevojë. E di shumë bukur, ka qenë konteksti të gjitha. Respekto disnivelin.